që të hysh në politikë, ti duhet të kesh arritur diçka në jetë. Dhe ke edhe diçka çfarë t'japësh shoqërisë. Se unë gjithmonë i lidh gjërat me arsimin sepse është fusha që unë njoh shumë dhe nuk jam gjithërlok. Çdo vit nga Shqipëria largohen 40-50.000 veta. Në nder muhabeti, që mbisheni vetë që dardha është matematika një personi që përgatitet për elektricista. Ne si shqiptar nuk e dua marrëdhjen e njëri tjetrit. Sot askush nuk flet që në fakultetin e mjekësisë nuk vinë pedagogët në mësim. Është problemi i inferioritetit që ne kemi. Shqiptari i parë thotë që dua një lop, fton shqiptarin e dytë çfarë kërkon. Unë dua ta ti heqësh lopën aty. Ndërkohë që neve me ato lekë që kemi, ja japim këto lekë një kolegji që është i huaj, ke investuar para për të ndërtuar të kapital, dhe ja jep një shteti tjetër dhe i thuaj urdhëro merre, ke edhe potencial të rritet kualifikuar dhe nuk e shpenzuar asgjë. Po. Po.